ta krihet. Do me thënë, do rrinë shqiptarët të merren me botërorin kur s'kanë që të vënë në tavolinë. Jo, thjesht po pyet sepse në media ka skenar ndryshëm që ja do filloj botërori tani dhe do mediat, po pra të paguajnë mediat që të dezinformojnë opinionin publik. Ne thjesht po diskutojmë. Ja heqin vëmendjen nga hallet e përditshme dhe nga kjo gangrenë, nga kjo grabitje dhe nga ky pushtim i heshtur i 12 kompanive izraelite që kanë ardhur këtu dhe po bëjnë investime në bujqësi, kanë ardhur dhe po bëjnë investime në bujqësi, po them, do vendosin enklavat e tyre dhe do izraelizojnë Shqipërinë. E kam thënë, e them dhe do ta them. Do të çifutizojnë shteti shqiptar. Janë jashtëzakonisht agresiv sepse kanë miliarda, triliona dollar dhe euro. Dhe mirë ne që na ka gjetur dhe që po na ndodh ditë për ditë, mirë neve, me këta kriminal që po gjeve, me këta tradhtar dhe kriminal që po qeverisin. Dhe ata tani, por të hequr vëmendjen nga problemet që kemi ditë për ditë, thonë, hajde do shikojmë sportin, dhe rroft sporti. Zotëri sporti nuk të jep as buk, as ujë, as domate, as mish, as qep, as vezë. Sporti të lë siç është vetë. Top për rumullak, ashtu ta lë dhe ekonominë, 0-1-0. Di avokat kryeministri është marrë prapë me Iranin, pa ca replika me atë Ministrinë e Jashtme. Nëse ka në vepër kriminal antikombëtar që ka bërë Edi Rama është shkëputja dhe ndërprerje e marrëdhënieve me Iranin dhe këtë ka bërë me urës të Izraelit. Prandaj është kriminal ky njeri. Prandaj ju thoni avokat që kishim zgjedhur Iranin jo Izraelin? Përse ta zgjidhni? Jo, midis të dyve, ju thoni që do të mbani marrëdhëniet me Iranin. Ore, patjetër s'kishe arsye që ti të prisej marrëdhënien me Iranin ti. Të më na thot një arsye këja, për ashtu urdhri që ka marrë nga Netanyahu, nga i bandit, nga i kriminal gjakpirës, nga i kriminal që vret fëmijë dhe gra. Ai shoku i Edi Ramës. Ashtu është Edi Rama, atë do të bëj, po është i votë s'krim, s'ja mban, nuk ka. Avokat, kemi parë disa eksponent ndryshme dhe figura publike nga Maqedonia, Kosova që kanë mbështetur protestën. Mund vinë bashkohen këtej në protest apo? Do vinë në datën 13, do vinë në Kosova, Maqedonia, ajo Malizi, do vinë me mira. Nga diaspora do vinë, kështu kanë thënë, kanë deklaruar që do vinë. Se di tani sa do realizohet. Tek biseda që zhvilluan dje kishim mjaft komente avokat edhe për faktin e asaj që u tha që sipas informacioneve 3 avion pritej që tuleshin në Tiranë në mbështetje të protestës barakombëtare. Keni informacion pra ka pasur dje që erdhën nga jashtë do vinë? Se sheshi ishte plot dhe nga diaspora kishin ardhur shumë sekondë dhe i patje dhe që dolin dhe deklaruan, folën në media, tani ata s'do dalin gjithë sa kanë ardhur dalin të flasin. Por sheshi ishte më plot se kur dje. Dhe mendohet që ditën e shtunë nuk do ketë vend të hedhësh gjilpërën. Kjo mendohet. Kjo e acaron Edi Ramën që ka lëshuar qënë të gardës tani dhe marrin ato pankartat e qytetarëve dhe të fëmijëve. E kupton, ka humbur logjikën tani fare, ka dalë jashtë në çdo lloj logjike ligjore. Po bëhet tamam një jo Hitler që ti marrë të keqen e gropës Hitlerit ky po bëhet një Pinochet. Avokat, kisha një të ftuar dje, një profesor dhe më tha që përse do jap Rama dorëheqjen për shkak të një proteste, se kështu i bie që sa këtë protesta një qeveri të jap dorëheqjen, kur nuk kemi krizë politike, se në fakt edhe opozita është dakord me projektin, edhe kjo qeveri është konsoliduar fort me 83 mandate. Prandaj është më i vështirë dhe më i ndyrë Sali Berisha se sa kyja. Sepse pikërisht ai e mban këtë në pushtet dhe pikërisht heshtja atje i jep krah të lirë këtij të bëjë çfarë do i qefi. Sepse dhe ai është shqitur. Ai ka qenë shqitur që kur ka ardhur në Tiranë që në moshën 17-18 vjeç. Është bërë bashkëpunëtor i sigurisë së shtetit, po domethënë ky kriminali juaj dhe imi bashkë Edi Rama nga kjo përfiton se Sali Berisha është me të bashkë. Dhe Sali Berisha është tradhtar më i ndyrë se sa kyja. Se Sali Berisha dolin me petkun
dhe me pardesyn e opozitarit, nuk doli me pardesyn e komunistit. Tani shkojnë në origjinë dhe janë të bashkë për ne në mënyrë përsëritur të emisionet tuaja, kam thënë, është partia e punës në pushtet, janë bashkë 140 deputet komunistë kanë zënë parlamentin, 140 vampir, kështu anakonda që po I pinë gjakun popullit, shushunja dhe për në fakt janë piranja. Piranjat janë ata peshqit e vegjël në Amazon që e shkri një njeri brenda gjysmore nëse bie në ujë. Vetë skeleti. Kemi parë disa reagime të delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, që mbroni tokën tuaj, mbroni natyrën. Mesazhet janë indirekte, po të drejtë për drejtë ase po flasim në një kontekst politik referuar situatës si po zihen në shesh, disa metra larg zyrave delegacionit. Ata këtë e bëjmë kacurnëna me largojnë të një, thonë tiranësit. Lajnë vetën dhe më të kja dhe ne ishim për këto, në fakt, Edi Rama si thonë vazhdo se mireke. Dhe bëj deklaratat tila, në Rogos janë me Edi Ramën. Nësi përfaqe, thonë homo se do të kritikojmë ne për këto që bënë. Jo, zotëri, almikës më të betuar të popullit dhe të kombëqytetarë sot janë Bashkimi Evropian. Ndaj më them në mënyrë përsëritur nasim mënyrën në Europë. Ne duhet të mbështetemi dhe të kemi shpresë vetëm tek Amerika, tek askush tjetër. Aty presim ambasadorin, sikur thatë ju, se deri tani s'kemi pas në deklaratë në reagim ndaj. Unë atë pres, ndaj nuk po ndihem. Avokat, dhe diçka të fundit kam krahasuar me ditët e para. Tani, në këtë moment e jeni më entuziast, mendoni që kjo do shfryhet, do shumohet, do shtohet. Një parti politike, do mbyllet tani, do fillojnë shtator, do të hiqë qeveria, do ketë një referendum, një propozim ndoshta për referendum, për qeveri teknike apo për çfarë? Ç'a do ndodhë? Do krijohet qeveri teknike ose qeveri tranzicionit. Po pra do ta miratojnë parlament atë? Jo, pa që nevojë ta miratojnë ata fare. Avokat, keni një emër në mendje që ky mund të jetë kryeministri I qeverisë teknike, një figure I gjithë pranuar, nëse ndodh? Jo, nuk kam. I vetmi që mund ta bëj këtë punë me ndeshmëri dhe me pastërti jam unë, po mua nuk më duan se jam I madh dhe kështu që jemi në rregull. Nuk ka zotëri, nuk kemi. Gjithsesi, atje ndoshta nuk I vendosin, por me njohjen e gjithë atyre që na shikojnë ju e keni, edhe unë ua shpreh falenderimet e tyre për bisedën tonë, avokat. Edhe unë I falenderoj që të gjithë ata pa diskutim, pa përjashtim. Si ata që na vlerësojnë dhe ata që na thonë ndonjë fjalë, ndonjë kritik, sepse kritika është ilaç. Ja, mesazhe nga Shtetet e Bashkuara, avokat, që ju ndjekin për te oqeanit shumë. Kjo është një haber shumë I gëzuar që më jep ti mua, është një lajm shumë pozitiv, shumë I këndshëm dhe shqyr Zotit që është kështu, po unë bëj thirrje atyre që janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që na mbështesin, na përkrajnë, unë bëj thirrje që të nisin të marrin avionët të vinë këtu dhe të përmbysin këtë kast hajdutësh, gangsterësh dhe kriminalësh, se hajdutësh dhe vrasës. Kështu që këta duhet të qërojnë një orë para na pushteti, por nëse do vinë ata të diasporës Amerikës, pastaj dhe të Kanadas dhe të Evropës, këta ikin sikur I thua që del jashtë. Avokat, faleminderit. Edhe faleminderit ty.